Ne si në marrje të Gjelbërimit, bashkëpunim me kryetarin e bashkisë, zotin Pirenau, kemi në hyrë në gjitha varrezet, në varrezet e Gocës, në varrezet Kodër Maleka, varrezet e qytetit, si dhe qytetin e Derësi, s'kam qatë flasë është në qytetet më të pasër Shqipërisë. Ne po bëjmë korsitje, krasitje, pastrim në Torinësh, që të dalë sa më pasër. Bari nga kohë po jep shqetësim edhe jep rrezik për nezje, flak, merr flak. Veni që nga bari tha që është. Po i ktheni gjitha varrezat në gjendje normale. Të gjitha varrezat janë si nuk ka nevojë i shef vet, edhe çdo njeri që të shoh, shifet vetë puna e pasërtia që është. Ai që nuk ka respekt për vdekurin, s'ka respekt as për gjallën. Kjo është një punë shumë e mirë, në bazë kryetarit bashkisë, në bazë bashkisë Lesh, që po bëhet një punë shumë e mirë, natë ditë po punohet për mirëmbajtjen e Gjelbërimit. Po, të di.